Në kulmin e sezonit veror, Greqia po përballet me një situatë alarmante për shkak të zjarreve që po përfshin zonat e njohura turistike. Ishulli i Chios është një nga pikat më të prekura ku disa vatra shpërthyen njëkohësisht dhe deri tani kanë ndjekur rreth 40.000 hektar tokë. Ndërkohë në jug të Athinës në zonën bregdetare zjarret kanë përfshirë banesa dhe shtëpi pushimi duke detyruar banorët dhe pushuesit të evakuohen. 130 zjarrfikës të mbështetur nga 12 avion dhe 12 helikopter janë angazhuar në përpjekje për të përballuar flakët të përkeqësuara nga erat e forta dhe temperaturat ekstreme që të njëjtën arritën 38 gradë Celsius. Zëdhënësi i zjarrfikseve deklaroi se 40 persona janë shpëtuar, ndërsa roja bregdetare ka ndërhyrë për të asistuar në evakuimin të tjera të mundshme. Pamjet filmike tregojnë tymë të dendur mbi zonat e gjelbëruara që tashmë janë shkrumbuar duke i dhënë situatës një pamje dramatike në mes të një sezoni që tradicionalisht mbush Greqi me turistë. Zjarret dhe përmbytjet e përshkallëzuara nga ndryshimet klimatike janë kthyer në një sfidë të përvitshme për vendin fqinj. Autoritetet greke kanë shtuar ndjeshëm investime në pajisje moderne dhe logjistik, si dhe ka rritur numrin e zjarrfikseve në një rekord prej 13.000 efektivësh në përgatitje për një verë që pritet të jetë ndër më të vështirat.